lumi i Drini i Bardh ka dalë prej shtratit, edhe në disa zona, vende pak më të ulta, ka hyrë nëpër shtëpia, edhe banorët ka qenë me evaku. Një 5-6 familje janë evaku, kanë shku të familjarët e tyne, mirë po ka bërë dame materiale nëpër shtëpitë e tyne edhe nëpër disa biznese. Sot kam informacione që niveli i ujit të lumit Drini i Bardh ka ra për një metër e gjysmë afërsisht, edhe ngadalë po tërhiqet uji, edhe po besojmë që për shkak se nuk do të bjen shi më, problemet do të jenë më të vogla, po tash kemi probleme të natyrës tjetër në mirëmbajtjen e rrugëve për shkak të borës. Përndryshe damet janë në kufit e asaj që mund quhet e menaxhueshme, edhe mund të them se qeveria qendrore ka ndajt anash, nuk është kyç, sikur ata të ishin kyç, ata kanë resurse më tepër, kanë kapacitete më të mëdha dhe kishin mujt me na ndihmu më tepër, jo neve, po qytetarëve që kanë nevojë për ndihmën e tyre.